Marrëdhënia mes Klodit dhe Elionës po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një nga historitë më të përfolura të këtij edicioni të Big Brother Kosova. Mbrëmjen e kaluar, dyshja u pa duke fjetur bashkë, një veprim që nuk kaloi pa u vënë re as nga banorët e tjerë dhe as nga publiku. Ky moment u interpretua nga shumë kush si një dëshmi e qartë se mes tyre nuk bëhet më fjalë vetëm për flirt apo afrimitet kalimtar, por për ndjenja të vërteta. Pamjet e Klodit dhe Elionës duke ndarë të njëjtin shtrat treguan një afërsi të qetë dhe natyrale. Gjeste të vogla, biseda intime dhe rehatia që shfaqnin pranë njëri tjetrit i kanë bindur shumë shikues se ata janë vërtet të dashuruar. Përkrahasit e çiftit e kanë cilësuar këtë si një hap të sinqert në marrëdhënien e tyre, duke theksuar se ndjenjat mes tyre duken të pastra dhe reale, pavarësisht kamerave. Megjithatë, kjo situatë ka sjellë edhe reagime kundërshtuese brenda shtëpisë. Lëndrimi është shprehur hapur kundër këtij afrimi, duke e konsideruar të papërshtatshëm dhe duke ngritur dyshime për qëllimet e Klodit dhe Elionës. Sipas tij, ky veprim mund të jetë i nxituar ose i ndikuar nga loja, gjë që ka hapur debate të forta mes banorëve. Qëndrimi i lëndrimit ka ndarë mendimet, ku disa e mbështesin për sinqeritetin e tij, ndërsa të tjerë e shohin si ndërhyrje në një marrëdhënie personale. Pavarësisht kritikave, Klodi dhe Eliona nuk janë tërhequr. Përkundrazi, ata janë shfaqur edhe më të bashkuar, duke treguar se mendimi i të tjerëve nuk ndikon në ndjenjat që kanë për njëri tjetrin. Kjo qëndres ndaj presionit të brendshëm të shtëpisë është parë nga publiku si shenjë pjekurie dhe vendosmërie për të jetuar ndjenjat e tyre pa frikë. Historia e tyre ka rikthyer edhe një herë në vëmendje faktin se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lojë strategjie, por edhe një arenë emocionesh të forta, ku lidhjet mes njerëzve formohen natyrshëm. Klodi dhe Eliona, me afrimitetin e tyre, kanë krijuar një bosh të ri brenda shtëpisë, duke ndikuar drejt,